Pari dhe njerë ju fanoroj shumë për organizim në këtij takimi, fanoroj të gjithë diskutantët, të cilët me përgjegjësi të madhe dhe me vërtetësi trajtuan në çdo dimension këtë aferë e cila në rrafshin korruptiv të i kalon sot çdo aferë tjetër në Europë dhe nofta në botë, sepse nuk ka një vend tjetër ku kryeministri pasi dështon në rishfete për portin e jahteve, i kthehet portit kryesor të kombit dhe mendon e beson se atë mund ta përvetësoj tërësisht me një arab të 1.001 letëve për të ndërtuar Dubain e tij. Nuk ka një akt të tillë në historinë e një vendi. Të gjithë këte vjedhje të jashtëzakonshme të përmasave të paimagjinueshme e bazon nga alfa tek omega në mashtrimin e qytetarëve. Çdo gjë në mashtrimin e qytetarëve të faktura tashmë. Të faktura. Jo vetëm përvetëson pasurinë numër 1 publike të shqiptarëve që është porti i Durrësit, por gjobit shqiptarët me 1 miliard euro për ndërtimin e një porti të ri, i cili ndërshkon kombin jo vetëm me 1 miliard euro që do paguaj, por ndërshkon si një projekt që si përgjigjet absolutisht as pozicionit strategjik natyror të Shqipërisë, mbasi është 4 herë më i vogël se porti i Durrësit, dhe Durrësi është pozicioni strategjik më fizibël, më i përshtatshëm në të gjithë bregun Adriatik dhe brigjet tjera përtej Adriatikut. Kështu që ky projekt, pra, jo vetëm përvetëson disa miliard dollar, rreth 4 miliard dollar pasuri publike në zhvillim, por ky projekt i jep një goditje fatale pozicionit gjeostrategjik dhe favoreve që vjedhin. Gjithmonë gjeostrategjia është fuqi natyrore dhe favoreve që zotron Shqipëria nga ky pozicion i Durrësit. Porti është një ndëshkim madhor edhe për transportin, për çmimin e madrave, mbasi shumica e tyre do vinë nga Tivari, do vinë nga portet tjera. Në Vlorë është mbyllur porti, Saranda nuk ka port, Shëngjini po është, kështu që ky vend me 400 kilometra breg është pothuajse pa porte. Në një kohë kur ky ishte nyja më e rëndësishme, më e përshtatshme, sidomos pas ndërtimit të rrugës kombit. Rruga e kombit është korridori më fizibël. Dhe nëse u kujtohet ju, edhe marrëveshja Washingtonit përcaktonte hekurudhën nish, të themi nish Durrës, dhe një port edhe më të thellë, sepse ky është pozicioni gjeografik i Shqipërisë. Shqipëria ka këtë avantazh. Shqipëria ka paguar çmimin më shtrenjtë për shkak të këtij pozicioni, e kanë pushtuar nofta 30-40 herë fuqitë e huaja dhe jo për gjë tjetër, vetëm për shkak të pozicionit. Tani, në vend se të përfitoj, tani ky ja heq edhe këtë avantazh
për të bërë miliardjer për të ndërtuar Dubajin e 1001 dhe absolutisht për qëllime antishqiptare të mirëfillta. Siç duket me gjithë veprimtarinë e tij të edhshme që tani që e shoh se Bashkimi Evropian e ka bërë personazh të diskredituar, e ka doli si një hajdut parambar Europës me votimet që bëri me Lubi Ballukun dhe qëndrimin që mban ndaj lindave, ndaj aferës Akshit, tani ai shpresa e vetme e tij ka mbetur Aleksandar Vučić dhe çiftimi i tij me Aleksandar Vučić, ku kërkon një lloj tjetër integrimi kuadri ligjor i cilit nuk ekziston në Bashkimin Evropian, jo vetëm tregti dhe lëvizje. E thanë dhe ju në fjalët tuaja, ky ka modele 46, ose më pak, më keq. Metrin katror të 100 hektarëve privat në Porto Romano, ky e përcakton me 5 euro. Metrin katror në një kohë kur gjykata e ka vlerësuar atë me 115 euro. Çka do të thotë që vetëm pronarëve, se ky mund mos ja u paguaj, po ajo është një borxh dhe shteti s'mund ta ajroj kurrë atë, amton. Vetëm pronarëve duhet paguar për këtë lëvizje 115 milion euro, të cilat çdo muaj mos pagesë rriten interesat dhe hajde me revesh se sa shkojnë. Po ky nuk pyet për këto. Ky don e kam treguar shumë herë, po e tregoj edhe një herë. Erdhi këtu në vitin 2001 një ambasador i shquar amerikan, ishte mik i ngushtë i George Bushit, W.S. Dhe ai takoi një nga këta rilinasit. I tha mu, po si e kalove në atë darë këti? Si e kalova, tha? Ta them unë, tha. Unë kam qenë avokat. Dhe gjatë jetës sime si avokat, tha, unë kam pas disa klient miliardierë. Po problemi me ta ishte se nuk ishte asnjëri prej tyre që s'donte të vidhte miliardin e dytë. Ata ishin gjyqë që kishin vjedhur 1 miliard, tani nuk kishin hap se kishin donin të vjedhin dytë. Kështu është puna e këtij. Ky nuk ndalet. Ky thot, ky arab thot, të ketë ky miliard apo pse të mos jam unë miliardier si ai. Dhe e merr si mask atë dhe bën shqiptar, ne nuk do lejojmë. Ndaj dhe ne portën e Durrësit do ta trajtojmë në agjendën tonë si çështje kombëtare të dorës parë. Mbrojtjen e interesit kombëtar, se nuk është vetëm i qytetarëve të Durrësit, po i qytetarë dhe meritoi qytetarët e Durrësit, janë në mijëvjeçar në simbiozë me të, në bashkëjetesë me të, por është i mbarë Shqipërisë, ne do ta përcaktojmë këtë si një çështje madhore kombëtare, strategjike, transishme, antikorrupsion dhe të gjitha me radhë. Do jetë në agjendën tonë kryesore. Nuk te i kalon të gjitha të tjera. Te i kalon në rrafshin monetar, te i kalon për masat e vjedhjes, te i kalon në interesin strategjik dhe kombëtar të vendit. Nuk mund ta lëm këtë njeri të veprojë në këtë mënyrë. Ndaj dhe dega e Partisë Durrësit do bashkëndoj me kryesinë e Partisë Demokratike në Tiranë një seri masash, qëndrimesh, protestash, revoltash. Nuk këndalet, duhet të jemi të qartë. Nuk ka forcë që ta ndalte në vjedhje, përveç qytetarëve. Disa qeveri perëndimore protestuan para votimit të Lubi Ballukut. Nuk ja hoqi se ishte vetë, sepse ai e dinte dhe duhet dini një gjë, ata që lidhjet më të tmerrshme janë lidhjet e krimit për njeriu. Ata që kanë kryer krime, ata bëjnë gjithçka për të shtuar lëkurën e tij. Dhe ky bën çdo gjë për të shtuar lëkurën, ndaj dhe nuk ka lufta kundër korrupsionit. Është tërësisht e pashpresë në këtë vend
për sa kohë tjetë Edi Rama aty. Ndaj dhe ne do ta bëjmë këtë çështje kryesore të agjendës sonë. Ju e shifni, ky dominon totalisht media. Ky ka vendosur tentakula mafioze. Nuk ka mafje më të keqe. Mafja e censurës është më poshtër se mafja e drogës. Ja u them unë ju. Sepse ajo vret fjalën e lirë, vret mendimin e lirë, vret të vërtetën, manipulon të vërtetën. Dhe është për një kombë, ajo është mafja më e rrezikshme. Dhe kujtoni pak gjithë kjo çështje, se mund t'jenë një apo dy studio televizive, apo maksimumi 2 që e kanë trajtuar, dhe që të gjitha tjerat nuk e fusin në ndite fare. Në një kohë që duhet të bien sirenave në qoftë se misioni kryesor është mbrojtja e interesit publik, nuk ka shkelje më të rëndë, nuk ka plaçkitje më të madhe të interesit publik se sa porti i Durrësit. Jo, merren me çdo gjë tjetër dhe nuk merren me çështje kryesore, sepse janë në tërësi të narkotizuar nga parat që marrin nga qeveria. Ndaj dhe qytetarët, është vetëm qytetarët, dhe janë vetëm qytetarët që me zërin e tyre duhet bëhet të ushtojnë fuqishëm në Shqipëri dhe në Europë, mbrojtja e këtij interesi strategjik, këtij interesi kombëtar, këtij interesi ekonomik, financiar në portin e Durrësit. Dhe ne do ta bëjmë këtë. Faleminderit shumë.